أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ثم أما بعد falënderimet, lavdërimet, gjitha adhurimet I takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall. Atë falenderojmë, falje, shpëtim dhe ndihmë vetëm prej Tij kërkojmë. E falenderojmë Allahun Azza wa Jall që na ka dhënë shumë të mira, e në veçantë e falenderojmë atë që na ka bërë musliman, na ka bërë ummet dhe pasues të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Paqja, mëshira dhe gjitha mirësitë e Zotit qofshin për të dërguarin e Tij të fundit, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e Tij të pastërt, mbi shokët e Tij besnik dhe gjithë ata të cilët e pasojnë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në vazhdimsi. Falenderojmë Allahun Azza wa Jall gjithashtu që na ka bërë prej atyre që besojnë Zotin Xhelel Xhelalu, që besojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, që besojnë Kur'anin, që besojnë vdekjen, që besojnë kiametin, na ka bërë prej atyre që besojnë gjithashtu edhe ringjalljen ku shumë njerëz e mohojnë këtë ditë të madhe, këtë takim të madh me Allahun te bareke ve taala. Xhamat e nderuar, vazhdojmë sot inshallah me surën e radhës, një sure e madhe, një sure që ngërthen brenda saj dhe tematika e saj është shumë madhështore. Sure që ka zbrit në Medinë, sipas shumicës së dietarëve, edhe pse ka mendime që thonë që ka zbritur në Mekë, për shkak të disa përmbajtjeve që mban surja brenda saj, është sikur se të ka zbritur në Mekë, por shumica e dietarëve thonë që ka zbritur në Medinë. Pra bëhet fjalë për surën Zelzele, surja e cila radhitet në Kur'an si surja e 99 në rënditjen e Kur'anit. Xhamat e nderuar, Allahu Xhelel Xhelaluhu që na thonë është krijuesi I gjithçkaje, ai ishte I vetëm ku nuk ishte asgjë tjetër, dhe Allahu Xhelel Xhelaluhu krijoi me urtësinë e Tij çdo send në këtë botë që e shohim dhe që nuk e shohim. Allahu te barek taala krijoi nga asgjë, krijoi gjithçka. Krijoi qetë, krijoi tokën, hanën, diellin, malët, kodrat, detrat dhe ato gjëra të cilat nuk I shohim. Dhe se Allahu Xhelel Xhelaluhu na jep me kuptu se në këtë botë çdo sen ka fillim dhe ka mbarim. Çdo gjë që e ka krijuar Allahu Xhelel Xhelaluhu e ka fillimin e saj dhe e ka mbarimin e saj. Ashtu siç edhe ne si njerëz, pra lindemi, rritemi, zhvillohemi dhe një ditë e lajmë këtë botë dhe shkojmë tek Allahu te bareke ve taala. Pra kemi fillim, kemi mbarim, po dhe çdo krijesë tjetër, saqë edhe melekul mautin, të cilin Allahu Xhelel Xhelaluhu e ka obliguar që me marr shpirtrat, një ditë edhe melekul mauti, pra do të ndahet nga kjo botë. Edhe siç e dimi hadithin që Allahu Xhelel Xhelaluhu në këtë çast do thotë ku janë mbretërit, ku janë krijesat, askush nuk do të flet para Allahut Azza wa Jall. Allahu do t'ju thotë ku janë mbretërit e dunjos, askush nuk do të përgjigjet. Dhe tregon Allahu Xhelel Xhelaluhu sepse është ai I vetmi I cili ka krijuar çdo sen dhe e ka krijuar me fillim dhe me mbarim. Allahu Azza wa Jall kur thot për veten e Tij, kur flet për veten e Tij, thot huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim. Ai është I pari dhe I fundit. Ai është I pari dhe I fundit, I dukshmi dhe I padukshmi. Dhe thot Allahu Azza wa Jall, ai është I dijshëm për çdo gjë. Për Allahu Xhelel Xhelaluhu është I dijshëm për gjithçka dhe për çdo gjë. Këtë dunjë gjithçka do tretet. Allahu Azza wa Jall çish e ka kriju këtë dunjë, një ditë do ta shkatërron. Këtë kozmos, këtë gjithësi, një ditë do t'i vën fundi. Do të shkatërrohet gjithçka. Kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Gjithçka do të tretet, do të zhduket, do të mbetet vetëm Allahu te bareke ve taala. Kullu shay'in halikun illa wajha. Çdo sen Allahu Azza thot do të humbet, do të shkrihet, do të mbetet vetëm fytyra apo qenia Allahu te bareke ve taala. Dhe me këtë Allahu Xhelel Xhelaluhu në shumë ajete tjera na tregon që është Allahu pa fillim dhe është Allahu pa mbarim. Çdo sen tjetër do të shkatërrohet. Çish e ka kriju dunjon, ashtu edhe një ditë do ta shkatërron. Allah subhanahu wa taala në këtë sure, pra në surën Al-Zelzele, është një sure që e tregon një
dridhme të madhe që do të ndodhë. Vëllezër të nderuar, para mendoni të drithet e vogla që ndodhin, që kina pana dhe kina përjetu. Ndoshta prej tërmeteve më të mëdha që kanë ndodhur kohën e fundit ishte ai tërmeti në Turqi në vitin 2023, që shumë njerëz mbetën të mbitur, të vdekur, mbi 50.000 veta, ndoshta më shumë. Subhanallahu, për një çast, një dridhje me sekonda, edhe për kaq periudhë të shkurt mbetën kaq njerëz të mbitur, një pjesë e tokës, një vend. Allah xhelalu kur flet për kiametin nuk flet për një pjesë tokës kur dridhet. Idha zulzilatil ardu zilzalaha, dhe kur toka të dridhet me dridhin e saj. Na shpesh e përdorim edhe këtë fjalën kur ndodh ndonjë fatkeqësi natyrore, ndonjë frimë e madhe, ndonjë vërshim, diçka thonë ish bë zelzele. E përdorim këtë fjalë edhe në popullin, ish bë zelzele. Mirë, po nuk ka ndodhur kjo zelzele që ka përmendur Allahu xhel. Idha zulzilatil ardu zilzalaha, dhe kur toka të dridhet me dridhin e saj. Ka thënë Abdullah ibn Abbasi, pra e gjithë toka do dridhet me fundin e saj, çka ka do të shkundet mirë. Idha zulzilatil ardu zilzalaha. Pra është një dridhje e madhe. Dietar kanë diskutuar, kanë komentuar, dhe secili nat ijtihadin e vet e ka dhënë dhe ka komentuar, kanë thonë që kjo dridhme, ose kjo e dridhme do të jetë dridhja e parë që do t'i bëhet para se krizë kiametit, ose kur të ndodh kiameti i madh. Disa kanë thonë që na e dim që Israfilin, melek të cilin Allahu Azza wa Jall e ka obliguar që t'i frinë dy herë surit, herën e parë kur do ta shkotron këtë dunjë dhe herën e dytë kur do të ringjallë. Disa kanë komentuar me fryrjen e parë kjo e dridhme, disa kanë thonë se është e dridhmja e dytë kur do të ndodh, që të dalë njerëzit dhe gjithçka nga toka, e që brenda saj edhe përmendet ki ajet kuranor dhe kjo përmbajtje. Idha zulzilatil ardu zilzalaha. Allahu këtë dridhme e cek në shumë ajet kuranor. Po një prej tyre është edhe në këtë surën Az-Zalzala. Thot Allahu Azza wa Jall, ya ayuha an-nasu ittaqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim. O ju njerëz, keni frikë Allahun te bareka ve taala. Sepse krizmja e kiametit është një krizmë e madhe, është rënditse, është e frikshme. Inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim, diçka e madhe, e pa imagjinueshme vëllezër të nderuar. Edhe pasi Allah thot yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at, dhe e shef thot se edhe nana që ka të fëmijën për gjinin e saj e fuk. A ka diçka që është më afërt se sa nana me fëmijën e vet, aq më shumë në atë periudhën kur e ka për gjinin e saj? Thot në këtë çast, në këtë krizme ka me fuk edhe nana fëmijën e vet, fëmijën e saj. Yawma tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha. Dhe çdo nanë që shtatzon do ta çet fëmijën e vet nga barku i saj. Wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara. Kimi pa njerëz që janë të dehur, mirë po nuk janë të dehur. Walakin 'adhab Allahi shadid, po kjo është një dënim i Allahu xhallal xhelal. Kjo është kataklizma, kjo është prishja e dunjos. E që alhamdulillah, siç kanë ardhur për transmetimet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, se na musliman nuk kena më përjetu kiametin e madh. Allahu xhallal xhelalu thot idha zulzilatil ardu zilzalaha, kur toka të dridhet me dridhin e saj. Wa akhrajatil idha zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Dhe nga kjo dridhje Allahu te bareke wa taala thot kur ta çesë pasaj brendësinë e saj toka. Kanë thot dietar, edhe siç është ardhur për transmetime të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, wa akhrajatil ardu athqalaha, dhe kur toka ta nxjerr brendësinë e saj, kanë thonë do ta nxjerr pasurinë e saj, që është fshehur me dekada, gjithashtu kanë thonë që është ka për qëllim kur njerëzit do të dalin nga varret. Wa idha al-qubur bu'thirat, dhe kur të zgjohen varret, dhe kur njerëzit do të dalin nga varret. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Kjo është një ditë e madhe vëllezër të nderuar që e cek Allahu xhelel xhelal në Kur'an, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon në një hadith të vërtet, thot toka do ta nxjerrat brendësinë e vet dhe do të dalin sene me vlerë, arë dhe argjenti nga toka. Dhe njeriu do ta shef atë ditë këtë pasuritë e madhe që është fshehur në thellësinë e tokës.
Vrasi do thot, mjeri unë, për çka e kam bra filanin dhe alanin. Ai që ka vejë thot, mjeri unë, për çka kam vjedhë. Dhe gjithë kush që ka bërë diçka, këtë ditë do ta qef gjithë këtë pasuri e që nuk i ban më dobi. Është një ditë e trishtueshme, një ditë që do të dalim para Allahut Azza wa Jall dhe secili e shef se për asgjë ka bën krim në këtë dunjë, ka bën gjuna në këtë dunjë, që për diçka që nuk ja ka vlet. Wa akhrajat al-ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha. Njeriu këtë ditë do thotë çka është këtë ditë? Çfarë ndodhi? Do të jetë për ta e frikshme. Edhe pse kanë thënë dietar, besimtari, kjo më shumë i referohet pa besimtarëve, për arsye se ne si musliman e kemi ditë këtë ditë të madhe, ashtu siç pe e dimi që Allah na ka treguar në Kur'an dhe pejgamberi alayhis salam në për hadithet e tij të vërteta. Dhe sikurse jemi të përgatitur për këtë ditë dhe e dim këtë ditë, ndërsa pa besimtarët të cilët e kanë mohu kanë thonë wa qala al-insanu ma laha. Dhe njeriu do të thotë çka ndodhi, çka është kjo? Wa qala al-insanu ma laha. Yawma idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. Kjo është dita që do të tregohet gjithçka. Kjo është dita që do të tregohet gjithçka bi anna rabbaka awha laha. Kjo është dita që toka do të kallëzon gjithçka, sepse Allahu xhelel xhelaluhu me lejen e tij do ta mundson që të flet çdo sen. Veç mjafton mi thon bëhu dhe bëhet. Këtë ditë të madhe vëllezër të nderuar, të gjithë do ta shohim madhështinë e Allahut te barekuhu teala. Do të shohim në veprat e tona. Çka kena bën dhe çka kena punuar në këtë botë. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha keni kujdes çfarë veproni mbi tokë, se një ditë edhe toka do të dëshmon për juve. Yawma idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. Adit ajo i rrethën tregimet e veta, sepse Zoti e ka urdhëruar atë. Pra toka, çka kena bën? Këtë i ka regjistru. Paramendon dhe së ndëruar, tash, do të thonë me ndonjë kamerë, nëse e vendosmi, jemi në gjendje me pa ndonjë objekt ose diçka se çfarë ndodh aty dhe çfarë bën. Allahu xhelel xhelaluhu, Allahu azza wa jall na tregon që çdo sen do të dëshmon për ne. Toka do të dëshmon. Andaj tha keni kujdes sepse toka është nëna juaj dhe ajo do të dëshmon nesër për Allah azza wa jall çka ke bën këtë botë. Dhe do ta tregon çastin dhe momentin ku i ke bën mëkat Allahu te bareke ve taala. Tha pejgamberi keni kujdes. Megjithatë do të jenë edhe gjymtyrët tona, të cilët do të dëshmojnë. Do të thosh një ditë që do të dalmë para Allahut azza wa jall dhe çdo sen do të dëshmon për veprat tona të cilat i kena bën. Thot Allahu azza wa jall يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. Në këtë ditë të madhe kur do dalmi para Allahut azza wa jall, do të dëshmojnë duart tona, do të dëshmojnë syt ton, do të dëshmojnë veshjet ton, të gjitha gjymtyrët tona, do të dëshmojnë lëkura jon për atë që kena punuar këtë botë. Andaj thot Allahu azza wa jall wa qalu li juludihim lima shahidtum alayna. Kena më thonë se para Zotit kena më drejtu lëkurës ton, trupit ton. Pse po dëshmoni para Allahut azza wa jall? Wa qalu li juludihim lima shahidtum alayna. Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kull shay. Kan më fal gjymtyr, kan më thon Allahu na ka urdhëruar që të flasim sot kundra jush. Sigurisht kuptohet për ata të cilët kanë bën gjuna, për ata të cilët i kanë bën mëkat Allahu te barekuhu te ala. Sot argumenti më i madh është kjo. Edhe tokës Allahu xhelel xhelalu i jep leje që të flet dhe të tregon se kush çka ka bën mbi shpinën e saj. Allahu na ruaj problem. Allah na mëson që me shfrytëzuar çdo plan tokës që të dëshmon për neve dhe jo kundra nesh. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, kur imam muezini e thirr ezanin, çdo gjë që e kanë dëgjuar nesër do të dëshmon për ta. Çdo gjë që e kanë dëgjuar do të dëshmon për ta. Pra nëse njeriu bën vepra të mira, nëse njeriu bën vepra që kënaqin Allahun te barekuhu teala, krejt këta do të dëshmojnë për ti. Po edhe anasjata dhe e kundërta, nëse ke bën mëkat, kudo që ke bën mëkat Zotit në tokë, dhe që ke menduar që Allahu nuk qef, siç një djalë i ri shkoi tek një dietar dhe i tha, më këshillo tha, duhet të largom nga mëkati. Tha, jo tha vazhdo në mëkat, tha veç ta mos i bën mëkat Zotit në tokën e vet. Po tha, këto të ka Zot, ku më shkupa? Atë tha, kuptoja që s'pas ka ikje për Zotit xhel xhelal. Do të dëshmon toka, do të dëshmojnë gjymtyrët e tua,
Çdo se do të dëshmon për ti në momentin që ti ke bën ndonjë mëkat apo ke bën ndonjë të mirë. Allah na bëf prej atyre që bëjnë vepra të mira dhe dëshmojnë për neve dhe janë si argument për neve ditën kur dalim para Allahut te barekuhu teala. Pastaj Allah azza wa jalla thot: "Yawma idhin yazduru an-nasu ashtatan li yuraw a'malahum." Është një ditë e madhe kur kena me dal krejt para Allahut azza wa jalla në tokën e Arasatit, që kena më mbledh krejt krijesat pin fillim dhe të ndarë në grupe para Allahut te barekuhu teala. Dhe secili do të del dhe ka më pa veprat e veta të cilat i ka punu. Subhanallah. Sikur ndonjë teatr që e lëshojna ndonjë film aty për të parë se çka ka ndodhur. Kështu kena më dal para Allahut azza wa jall dhe Allahu xhel xhelalu gjithë secilit kam ja mundsu me pa se çka ka punu në këtë botë. Atje që ka thonë 50 vite, 60 vite, 70 vite, 100 vite e më tepër, ka me lëshu Allahu azza wa jall dhe ka me pa krejt se çka ka bën në jetën e kësaj bote. Li yaraw a'malahum, për mi pa veprat e veta. Fa man ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Kushdo që ka bën një vepër të mirë, do ta shef këtë ditë. Kushdo që ka bën një vepër të mirë, do ta shef këtë ditë. Po ashtu Allahu azza wa jalla thot, kushdo që ka bën një vepër të keqe, ka me pa këtë ditë. S'ka fshehje këtu para Allahu te barekuhu teala. Andaj vëllezër të nderuar, Islami neve në nxirr që bëjnë vepra të mira sado që ata janë të vogla. Mos ti asgjësojmë veprat e vogla, qofshin ato të mira apo të këqija. Mos thuaj s'pe bën këtë vepër son është e vogël, leja te Allahu peshon shumë. Te Allahu te barekuhu teala peshon shumë dhe atë ditë kemë pas se sa ka peshuar te Allahu xhelel xhelal. Wallahi o vëllezër të nderuar, njerëz ka të atill që e kanë fituar xhenetin me çelësi vepra që neve s'na i mbushsinin hiç. E kanë fituar xhenetin te Allahu xhelel xhelalu me vepra të vogla që në synin e njerit ndoshta ka qenë asgjë. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "La tahqiranna min al-ma'ruf shay'an." Mos asgjësoni asnjë vepër të vogël. Pashtu ju drejtua Aishës duke i thënë: "O Aisha, mos asgjëso asnjë vepër të mirë. Ittaqullaha walau bi shiqqi tamr." Tha keni frikë Allahun xhelel xhelalu, qoftë edhe sa gjysmë e urmës. Pra me diçka të vogël ti e ban me qëllim që e ban atë mirë që nesër ta gjonsh para Allahut te barekuhu teala. Dhe mbas të saj Allahu xhelel xhelat mbron nga zalmi i xhenemit. Fa man ya'mal mithqala dharratin khayran yara. Kjo dharra vëllezër të nderuar e kanë përkthi dhe kanë komentuar si grimca atomin, por se dietar kanë thonë është diçka më e vogël se bobreci, më e vogël se milingona, sepse në atë kohë nuk është ditë çka është grimca atomit, edhe pse dietar bashkëkohore e kanë përshkruar në këtë mënyrë. Gjithçka që e bën të vogël, qoftë e mirë e keqe, sa grimca atomit, kemë pa këtë ditë para Allahut te barekuhu teala. Kemë u shpërblyer nëse ke bëu vepra të mira, kemë u dënuar nëse ke bëu vepra të këqija. Wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara, po edhe nëse ke bëu vepra të këqija, thot Allahu xhelel xhelalu, këtë ditë kemë pa. Ke bëu mëkat, ke bëu gjuna, ke menduar se s'ka pa kurkush, ke menduar se është mëkat i vogël, andaj kur zbriti kjo ajet kuranor, tregon shkaki i kësaj zbritjes, sepse njerëzit kishin filluar disa i jepnin nga pasuria e tyre dhe kur ju jepke dikush diçka, ata e asgjësojnë. Dhe thoshin na nuk i kena dhënë për të na kthyer, por na i kena dhënë se kemi. Atëherë edhe një palë tjetër, të cilat bënin gjuna, bënin mëkate të vogla dhe ja zgjezonin këto mëkate dhe thoshin se Allahu xhelel xhelalu ka krijuar zarrin e xhenemit vetëm për mëkatet e mëdha. Atëherë zbriti ka ajet kuranor duke ja bërë me dire atyre që Allahu xhelel xhelalu shpërblen edhe për një të mirë të vogël. Allahu te barekuhu teala shpërblen edhe për një të mirë të vogël, por se edhe dënon për një sen shumë të vogël. Dënon për një sen shumë të vogël. Andaj vëllezër të nderuar, ky ajet kuranor na tregon që do të jemi siçel, ky ajet kuranor na tregon që mos nënvlerësojmë veprat e mira sado që janë të vogla, sepse tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha besimtari kur jemi të mëkatet, besimtari tha gjunohin e sheh si një mal i madh, që her pas here ka frikë se mos po bjen. Tha munafiki tha gjunohin e sheh tha si ajumize se kalon nga huna, tha dhe e largon me një. Andaj besimtari jeton kështu, vepron kështu dhe shkon tek Allahu xhelel xhelal në këtë mënyrë, duke pas frikë Allahun te barekuhu teala, duke u tut për Zotin xhelel xhelalu edhe në ato veprat më të vogla, sepse besimtari e din që kur bën mëkat, e din se ku është duke i bërë mëkat Allahut, Krishtit të gjithësisë, dhe mundohet
maksimalisht me urrit për gjunaf, me urrit kufit e Zotit xhel xhelal. Dhe besimtari gjithashtu mundohet me bën vepra të mira duke ditur që sa do e bën një vepër të vogël, vallahi nesër do ta xhonte Allahu xhel xhelal. Ndoshta çajo vepra e mirë që e ka bën, nesër do ta shpëton. Çajo e vepër e mirë që e ka bën, që ju ka duk shumë e vogël, nesër do t'i hapet një derë në xhenet për shkak të çësë vepra të vogla. Allah na bëft të tillë Rabbul Alamin që të bëjnë vepra të cilat ndoshta edhe i harrojna e nesër kena mi gjetë tek Allahu te barekuhu te ala. Vëllezër të nderuar, për kjo është shkurtimisht kuptimi i surës Zelzele, sure që na tregon me çfarë lloj mënyre atë gjendjen dhe pamjen e kiametit nga krisma e madhe, na tregon që toka do të e qet atë thesarin e vetë që ka brenda saj që është fshehur me vite të tëra. Gjithashtu kjo sure na tregon që nesër kena me dalë para Allahut Azza wa Jall dhe kena me pa veprat tona, e nëse këtë e kuptojna, atëherë kjo na bën që ne truhemi shumë, sepse një ditë do dalmi me dhënë llogari para Allahut te barekuhu teala, dhe kjo sure na mëson që sado që bën vepra të vogla apo të vepra të mira apo të këqija, qofshin ata të vogla, nesër kena me pa atë ditë ku dalmi para Allahut te barekuhu teala. Kanë edhe disa hadithe tjera që e tregojnë vlerën e kësaj surës, kur jemi tek vlera e kësaj surës, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur flet për vlerën e disa surave, siç ka thënë edhe për Kul huwallahu, është 1/3 e Kuranit nga përmbajtja që ka, nga vlera e saj. Gjithashtu ka thënë edhe për surën Zelzele, është 1/4 e Kuranit, apo me një transmetim tjetër ka thënë është gjysa e Kuranit. Gjysa e Kuranit. Andaj kur zbriti kjo sure, Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu ja nisi me kajt. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pse po ka në Abu Bekr? Tha abkatni hadhihi sura. Tha mbani me kajt kjo sure. Ebu Bekri kur e dëgjoi këtë sure që kishte zbrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kishte filluar me qaj. Pse? Se kishte kuptuar që u dashka me dhon llogari para Allahut te barekuhu. Atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për të na lecu, sepse nëse kështu na mendojnë çdo herë, normalisht që kena më mërzit. Nëse për senet e im të pas kemi me dhon llogari, na jemi njerëz dhe gabojnë. Për të na dhënë shpresë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për mos me humb shpresën në mëshirën e Allahut azza wa jall, tha o Abu Bekr, tha vallahi sikur Allahu xhelal xhelal ta kishte krijuar një popull që s'bën mëkate, do ta kishte zhduk. Do ta bënte një popull që bën mëkate dhe kërkojnë falje te Allahu xhelal xhelal. Na jena bita ademit, na gabojna, na bëjnë gjuna. Mirë po, pejgamberi alayhis salam tha më i miri mes në juve është ai i cili pendot. I tregoi Abu Bekrit, na tregoi edhe neve që jemi njerëz gabojnë, por duke i ditur këto mesazhe të Zotit, duke i ditur që kena me dal para Allahut azza wa jall, ne vazhdimisht pendohemi dhe të kërkojmë falje te Allahu azza wa jall, sepse njeriu më i dashur te Allahu xhelal xhelalu është ai i cili e bën një mëkat dhe pendohet tek Allahu azza wa jall. Saqë dietarët kanë komentuar kështu, kanë thënë biles është më i miri një mëkatar i cili e bën një gjuna dhe e ndjen veten të parulur para Allahut azza wa jall, fillon me qajt dhe pendohet te Zoti, është më i mirë se sa një njeri i cili bën adhurime të shumta dhe mendon që këto adhurime kanë më shpëtuar nesër para Allahut azza wa jall. Andaj dhe i tha Abu Bekrit, tha jemi njerëz gabojnë, mirë po ai i cili kërkon falje te Allahu azza wa jall, ai i cili kthehet te Allahu azza wa jall, Allahu azza wa jall do t'ia fal. Elus Allah subhanahu wa taala që të na fal të gjitha mëkatet. Elus Allah subhanahu wa taala që në këtë ditë madhe Allahu xhelal xhelalu të na bëjë për të shpëtuarve. Elus Allah subhanahu wa taala që mos ti arrijm ti përjetojmë këto gjendje të shkatërimit të kësaj dunjas. Elus Allahu xhelal xhelalu që ky Kur'an që Allahu azza wa jall e ka zbrit të reflektoj dhe të jetë udhërëfisi jon këtë botë. Elus Allah subhanahu wa taala që Allah i madhruar këtë iman të cilin ai ka dhënë, Allahu të na ruan deri në ditët e fundit kur të ndalë nga kjo botë me fjalën më të mirë, fjalën e xhenetit, çelsin e xhenetit, fjalën la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu al-ghafurur rahim. Allahu ju shpërblet, takohemi inshallah në ligjëratën e radhës. Assalamu alaikum.